Tani, një lajmë që tani s'ka nevojë themi Remë, avokat, shmendet media e kemi vendosur ne, Gjirokastra shpallet me sida. Qyteti tani, ky qytet ka sida, 150 njerëz aty, thot media tani, më vonë ka dal njeri, mund të jetë dëbdolla, mund të jetë i çmendur se dëbdollin dhe çmendur ka gjithandej avokat. Ai mund të jetë njeri shumë i mirë, shumë i zoti e të gjitha, mund ta ketë bërë në një qëllim caktuar, nuk e dim. Por lajmi u prap me shpejtësi se kryebashkiaku i Gjirokastrës, Flamur Golemi, është infektuar me HIV AIDS. Dhe kishte infektuar gjysmën e bashkisë. Gjysmën e bashkisë, pastaj kishte dalë nga bashkia dhe kishte infektuar të tjerë. Aty duket sikur të gjithë popullata është në këtë punë. Kryesisht gratë, po dhe burrat u latën në kuptoj. Tani zoti Langozi, po pse qeshti ja burr? Po ti se ti nuk shikon lajmet, unë i kam fatë. Jo, ishte fort, por edhe gratë dhe burrat. Ore tani unë, po ti, zoti Langozi tani ju jeni avokati i zotit Golemi, kryetarit të bashkisë. A mund na thoni shkurt tani çfarë ka ndodhur, kush e hodhi në treg të lajm dhe si u shpërnda kaq shpejt? Se si ka mos. Lajmi është hedhur së pari rreth një muaj e ca ditë nga një aktivist i Partisë Demokratike në qytetin e Gjirokastrës. Më pas është marrë nga disa portale dhe ka marrë buj. E hodhi aktivistu ati i PD-s, jo patronazhist. Do me thënë këta e pas kanë aktivist, këta e kanë patronazhist. Po? Aktivisti e hodhi. Aktivisti PD-s, si e kishte ky emrin? I PD-s. Kokalari. Me mbiemër Emin Kokalari është qytetari që e ka hedhur për herë të parë këtë lajm të rrem. Është në Amerikë, zotrit, është, nuk është... Jo, jam fisat o Emin Kokalari. Fal, po. Emin Kokalari. E ka hedhur për herë të parë në rrjetin e tij social Facebook, e ka hedhur 2 herë dhe më pas se kanë marrë të gjithë portalet e tjera dhe mediat në tërësi. Do me thënë e hodhi ky, po, ky e hodhi kompleti, tha, dhe kjo në një kohë kajtë shkurtër vajti infeksionin 150, se aty duhet të infektuar të gjithë. Po, si pas ti, po. Si ka mos, avokat? Ty të thiri ky dhe të tha, tani dua mbrojtje. Dhe i shkreti u lëshuan Janinë dhe bëri me njerë vizitë dhe doli ajo e kemi ne... Vizitat janë bërë në dhjetor të vitit 2025. Nuk është se janë bërë posaçërisht për këtë rast. Sepse zoti Golemi ka qenë me sëmundje tjetër, i është drejtuar spitaleve në Shqipëri, nuk ka gjetur rezultat dhe zgjidhje, më pas ka kaluar në spitalin e Janinës dhe aty i ka rekomanduar të bëhet edhe kjo analizë. Është bërë analiza në dhjetor të vitit 2025 dhe ishte pjesë e dosjes plot të dosjes shëndetësore të zotit Golemi. Kjo është historia, pra që edhe arsyeja pse është bërë kjo analizë. Pra avokat, pa që nga i qartë pastaj. Ky aktivisti pas ka gjetur këtë dokumente dhe e ka kthyer në sida, se aty mund ta kthesh çfarë duash pastaj. Ja ka fut sida. Jo, aktivisti nuk është se e ka gjetur këtë, po ato janë thashë teme që janë shpërndarë në bashki apo edhe më tej në tani futemi te patronazhistët. Pra patronazhistët e kanë shpërndarë lajmin dhe morën aktivistët e PD-s më pas. Kështu që kështu është shpërndarë. Pra, që ka bashkëpunim. Pse është në bashkëpunim mes dy palëve thotë. Patjetër. Pse bashkëpunojnë këta kur shpërndajnë këtë lloj smundje kështu si thashë tema? Ta bashkëpunojnë për të gjitha smundjet këtu në vendin që kemi ne, kupton ti? Gjitha smundjet që bien këtu, këta bashkë i bëjnë. Avokat unë apa ta shpjegova për arsyet që tham, që përmendëm. Ju si do vijoni pastaj? E theti, pak a shumë, keni njoftuar... Ne do vijojmë duke sqaruar më tepër opinionin publik për të çdo lloj detaj. Sa për seriozitetin që unë kam trajtuar rastin, po ja bëj me dije zotit Tela që rasti është trajtuar me korrektesën më të madhe nga ana ime. Kam bërë punë rreth 4000 faqe që janë depozituar ditën e sotme pranë policisë dhe për mënyrën se si unë po qeshja nuk po qeshja me fatkeqësinë e qytetarëve, por me mënyrën se si zoti Rakiku po e prezantonte, pra me batutat që ai kishte. Që ta sqarojmë të pjesë. Tela ishte brenda kësaj suaze që ne folëm, e kupton, pavarësisht se
Beri Unë e kam tjera nuk trajtuar është... që kjo është një prapje Jo. paniku, pra e Avokat. kam trajtuar që momentet Ju e ju ka para thirrur, e bërë deklarata avokat, bashkimi. ju ka thirrur Pra, klienti- Kjo është që i kemi dhënë rëndësi opinionit publik. Avokat, ju ka thirrur klienti për mbrojtur interesat e veta. Ne si shoqëri duhet ta bëjmë. Ne si media për shembull, unë bëj një emision, kisha obligimin të hapja këtë bisedë, mbi të gjitha e di pse hapa unë avokat, sepse gjëra të tilla shpesh përgjithsisht në vendin ku ne jetojmë nuk i quajnë asgjë dhe nuk e kanë për turp dhe për gjë të përgojojnë njëri tjetrin. Kur vinte vetja pastaj, e shohin që mund ta mendojnë që ishte një gabim i madh ajo që kanë bërë, po kjo s'ka më rëndësi. Ne jemi shoqëri që kemi për të korrigjuar shumë gjëra, sigurisht. Tani nuk është detyra juaj është mbroj klientin. Tjetra është unë thjesht të thira për të na e shpjeguar si raste të gjitha. Kemi detyrë dhe si qytetar që duhet Unë të falenderoj. të shërbim me shoqërisë. Avokat, fjalën panik, mund ta përdorësh, po për një vend qytetnum që ka një shkrimtar çfarë është Kadareja, me thonë që sida hap një smundje ose një fjali se dikush të shti smut nga sida dhe hap panik, është tur për neve, me të thonë drejtën. Nuk bëhet fjalë për një Unë e individ. di që ke drejt, unë e di që ke drejt. Bëhet fjalë për një epidemi në një institucion. Kjo është ajo paniku. Dhe që është hapur pastaj në qytet. Duhet të jetë kujdes. Avokaton falenderoj Ajo është shumë. të dërthemi, sa që Po flet për një bordel, nuk po flet për një pastaj. Kur ne trajtojmë të gjithë, Kur thush që është të hap në bashki, ti po flet për një bordel, nuk po flet për një institucion. po flasim Flasin ata që kanë publikuar këtë gjë, pra kjo është ajo që po flasim për rezultat të zgjedhur, apo jo? Rezultati i zgjedhur ka pasur një problem shëndetësor. Dhe rezultati i zgjedhur kur ka një problem shëndetësor, të cilët e kanë keq kuptuar, Bëjmë pyetje unë ty. Transparent, Nga ne po, 5 veta këtu kemi patur në një problem shëndetësor sigurisht. problemi shëndetësor kur të fryen kyçet, kur ke temperaturë dhe kur je i dobët, problemi shëndetësor ngjan me një smundje autoimune që është e ngjashme me sitën. Unë jam me smundje. Dhe fjala. Një minutë. Ai është nuk është. Jo. Pse shqetësohet? Ja, unë jam me smundje autoimune, me artrit. Po. Kjo është smundje autoimune. Qasi do ishte Artrit, zgjedhur. reumatizëm. Po. Ne shqiptarët artriteve ju themi reumatizëm. Edi Rama Pra, kjo nuk ka bëri lidhje. operacion për Tani ti ta marrësh artritin tim dhe ta kthesh në kryeministri bëri operacion për herën diskale. Të nesërmen nxori që ishte në spital, kishte bërë operacion për një zgjedhur, do të tregoj këtë gjë. Dhe bëri shumë mirë. S'ka asgjë të keqe. Po e shpjegoj. Vuri avokatin pra e shpjegoj avokati. Se duhet lëre ku i vogël, pse duhet Në qoftë, shiko, unë e thira këtë Ajo duhet temë. sqaruar dhe duhet sqaruar që në fillim madje